qashtu ndaluni edhe pak, bënu bile një 150 vetë, se veç për të mirën tonë, është kjo koha jeme, këtu fala Zeki e krejt. Nëse donë me shpërbly në sen, që atje në gjira logari është edhe ajo nërvede që atje në YouTube, edhe aty mundi me hije, edhe me më shpërbly për këtë kohën që e jap këtu para juve, sepse duhet energi ausgleich mu bo, duhet mu pagu energjia që e ndajna me zveti. E one ju jap mirësi edhe qlirim emocional edhe gjitha, e ju japni ato qka mundi. A jemi gati? Shpresoj që po. Thash edhe një herë, këqërni edhe s'kom nevoj me në gjitë syzat një me, se s'kemi me ledzu mo. Këqërni me një vend ku jeni veç ju të qetë, telefonin lëshaje dikon, s'ki nevoj me majtë në dorë, se s'ki nevoj me më pa që tashti, po vetëm me më dëgjua. Shpresoj që edhe muzikin e një ka ndini, se më knaqë që kjo muzikë sot. A një farë flutre e bukur aty në ekran sa mirë. Qashtu, a e gjithë një vend ku penin vetën mirë, unë është me najt ullun, mund është mu shtri që shdush, nëse e ki ftaft, mere një qeba diçka më lëvë që aty. Edhe nuk shkon gjatë, po si do qoftë është shumë ma mirë kur e kini ngrotësie, nuk nërtë. Ta shmerë frym një herë shumë fejlë, edhe ka të lirojsh frymarjen mbylli sytë, veç mbylli sytë. Edhe vazhdo me marë frymarjen atë tempon tonë qysh ti po ki dëshirë për momentin me marë frym. Ama thjesht lej sytë. Ato emocione që nuk jënë ka dojnë me dalë nga ona e majtë jashtë, që po duken ty që nuk jënë ka dojnë me dalë, i transformon kjo energjia, këto rrezet e diellit, kjo drita futet aty mrenan edhe i pastron çdo pakënaqësi që e ki për momentin. Bane edhe 3 herë këtë rotacion, edhe tërgoje atë energji që jetu e thithë, ndoshta edhe të ndonjë dhimt që e ki në trup. Qofta jo dhimt koke, qofta jo dhimt barku, shpine, gjunjet, pa marë parasysh. Para mendoje
Se
Dhe mja fillu një gjuhë të re me mësu njerëzi, nuk mundi me mësue për një det, po ju vynku, për gjitha se, vynku. Sidomos tash pedini që e komplet çështja juve emocionale është në durt e juve. Okej? Për krejt ju që doni me praktiku her pas here, e sidomos 3 javë, uli dikon apo shtrihi dikon, edhe filloni me një, për me ra pak në relaksim, filloni me një ndoshta nga 10 e të poshtë. 10 me çdo frymarrje. Unë po relaksona shumë e ma shumë. No. Çdo frymarrje jemja e qënë vëmendjen të muskujt për shembull. Edhe çdo muskull e liran. Edhe felqit e që në mendin edhe të felqit, se dhe felqit duhen me qenë të lirume, se na zakonisht i shtërngojnë në dhëmt. Edhe gjuha, edhe krejt, kështu ka del ka dole, bjen diri të 0. Kur të vish të 0, i thup trunit tënë, tash jam komplet e relaksume dhe e fokusume vetëm të vetja jeme. Sikur me nal rrymen kur e nal me gisht, qashtu jeti, pastaj fillon me i paramendue këto gjanat që ka i fula unë. Okej? Shumë faleminderit për pjesëmarrje në këtë lirim emocional. Edhe une e ndjeva edhe një herë komplet, edhe pse pak ma heret e bona. Për veti edhe ato shumë a gjatë, po apet e ndjeva se është një diçka që e ushqeni shpirtin o njerëzi, e ushqeni shpirtin e juve, mendjen e juve, sidomos trupi kur relaksohet, se cili për juve keni nevoj, her pas here. Me bo diqka për balancën e përditshme, e jo veç mu ngarku, po edhe mu liru. Me shumë respekt edhe shumë dashni për juve, si qëto herë havushi.